Mëngjesi Gonxhe juve dhe gjithë shikues të Ekran Kosovës. Shtrejtimi i tarifave të rrymës për 15% u paralajmërua se do të hynte në fuqi nga sot, pra ka 1 prilli, por kjo ende nuk ka ndodhur pasi që vendimi pritet të merret qysh me 11 prill. Kështu ka deklaruar për Ekran Kosovën kryetari i bordit të zyrës së rregullatorit të energjisë Ymer Fizullahu. Ai për gazetarin Albert Bajrami ka thënë se ende nuk është marrë vendimi. Në fuqi mbesin tarifat ekzistuese dhe se vendimi pritet të merret me 11 prill. Zejnullahu shtoi se varësisht se si vendos bordi, ato mund të hyjnë në fuqi retroaktivisht nga 1 prilli ose nga 1 maji, kur është edhe periudha e faturimit, pasi që s'ka kuptim që kjo të bëhet në gjysmë të muajit. Fizullahu për Klanin tha se aktualisht janë duke shqyrtuar komentet e dërguara nga institucionet dhe të tjerët, të shqyrtimi do të zgjas deri në 2 javë, por edhe më shumë. Kujtojmë se në kundërshtim të rritjes së çmimit të rrymës do të protestohet edhe me 5 prill në Prishtinë. Tërkasht në veri një shpërthim ka ndodhur pas mesnatë tek zyrat e reja të postës së Kosovës në Zveçan. Lajmin e ka konfirmuar zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Mitrovicës në veri, Beton Elshani. Ai ka thënë se rasti ka ndodhur rreth orës 12:30 të natës, duke shkaktuar dëme materiale, thyrje xhamash, por nuk ka të lënduar. Elshani tha Klanit se atje u hodhën 2 granata të dorës. Sipas tij, njëra ka shpërthyer dhe njërën e kanë shpërthyer policia në mënyrë të kontrolluar. Ai shtoi se njësitet për kacet të policisë janë në vendngjarje dhe po zhvillojnë hetimet për rastin. Burimet e Ekran Kosovës kanë bërë me dije se mbrëm u evakuan edhe disa banorë të zonës afër postës atje. Zëvendës sekretarja e përgjithshme e NATO-s Radmila Shekerinska e ka pritur gjatë së hënës në takim me emisarin evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen. Detaje rreth takimit numri 2 i NATO-s ka dhënë me anë të një njoftimi në platformën X. Ajo ka shkruar se vazhdimi i bashkëpunimit NATO-BE është kyç për ruajtjen e stabilitetit në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Sorensen qëndroi në NATO pas vizitave të para që zhvillohen në Kosovë dhe Serbi, ku foli për procesin e dialogut. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka reaguar pas bisedave të publikuara në Viber mes kryesisë përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Abdigjiku tha se sulmet e sinkronizuara ndaj LDK-s nuk janë rastësi, ndonse askund nuk i përmendi këto biseda ku flitej për manipulime me vota brenda partisë. Ndonse potencon se temat e brendshme janë diskutuar tashmë në kryesi dhe sipas tij LDK i beson institucioneve në çdo drejtim dhe nuk bëjnë as prokurorinë e as gjyqësinë. Tutje i pari LDK-s u bën thirrje qytetarëve që të qëndrojnë të qetë. Abdigjiku vijoi se po sulmohen se janë shëptur të pushtetit, prandaj edhe po i lënë të qeverisin, anipse ai theksoi se nuk shkojnë me ta, s'flasin me ta e as zbashkëpunojnë me ta. E ky reagim vjen pas publikimit të disa mesazheve të grupit të antarësisë kryesisë qendrore të LDK-s në Viber, pjesës së cilës është edhe kryetari i saj Lumir Abdigjiku, e që tregojnë bisedën mes Kujtim Shalës dhe Arben Gashit. I shefi i grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi, në mesazhet e publikuara nga reporteri, thotë se ka pasur vjedhje të votave të diasporës. Gashi në grup kërkon që ky rast të cilësohet si skemë kriminale. Faktet po ulurasin o Kujtim, ti duhet me u pajtuar me shqetësimin për krimin që ka ndodhur, ka shkruar Arben Gashi në grup sipas bisedave që shihnin më poshtë. Ndërkohë Kujtim Shala ka shkruar: asnjë manipulim nuk është i tolerueshëm. Gashi vazhdon duke thënë: kujt qitja emrin nuk është manipulim, është skemë e organizuar kriminale, pa identifikuar sakt problemin nuk mundemi me shpëtu partinë. E Ministria Drejtësisë në fakt Albelina Haxhiu ka reaguar pas bisedave të publikuara në grupin e kryesisë së Lidhjes Demokratike në Viber. Përmes një njoftimi në rrjetin social Facebook, Haxhiu bëri thirrje që prokuroria të veprojë me urgjencë dhe të zgjerojë hetimet ndaj anëtarëve të kryesisë së LDK-s. PZAP dhe Gjykata Supreme e kanë pasur për detyrë ruajtjen e vullnetit të qytetarëve, megjithatë, ndonse ishin të vetëdijshëm për skemën kriminale përmes votave me postë, ata refuzuan qëllimisht të kryenin detyrat e tyre. Ata mbyllën syt përballë këtij krimi, ka shkruar Haxhiu. Me kaq japim fund edhe këtij edicioni informative, ju vazhdoni të qëndroni këtu me kolegët në ora 7. Mirupafshim. Dashur shikues, në këtë pjesë do të flasim për sigurinë në vend dhe në Evropë.